Pra përgatitjet për festat e fundvitit, këto shpenzime, krejt çka i ban, mendohu një moment, thuj, a e hidhroj Allahun. Nëse e hidhroj Allahun, çka më duhet me i kënaq njerëzit? Me ndjekë rrugën e vërtet. Nëse njerëzit bëjnë mirë, bëni edhe ju mirë. Por nëse njerëzit bëjnë keq, heci në rrugën e gabune, ju mos i bëni mëkat Allahut te bareke ve taala. Ndërsa thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, e kush kërkon kënaqësinë e njerëzve, duke e zemru Allahun xhela xhelalu, Allahu do të zemrohen te dhe do t'i bëj njerëzit ta urrejnë atë. Subhanallah. Të dashur vëllezër besimtar, i dashuri jon sallallahu alaihi wasallam në një hadith të shkurtër por shumë domethënës na thot: mos u bëni imma, të thoni në rast se njerëzit bëjnë mirë, edhe unë bëj mirë. Në rast se njerëzit bëjnë keq, edhe ne bëjmë keq. Po këshilla e pejgamberit alayhi salatu wasalam është: bëhuni të vendosur. Nëse njerëzit bëjnë mirë, edhe ju bëni mirë. Po në rast se njerëzit bëjnë keq, ju, thot i dashuri jon sallallahu alaihi wasallam, mos bëni padrejti. Sepse mëkati është padrejti e madhe ndaj Zotit dhul xhelal. Pra kjo këshill, mos u bëni imma. Çka është imma? Njëri i paqëndrueshëm, njëri pa bosht, njëri që ec pas turmës, pa e mendu se a është në rrugën e drejtë apo jo. Njëri që mat të drejtën me shumicën dhe jo me të vërtetën. Imma, i paqëndrueshëm. Mirë po ne, na thret pejgamberi alayhi salatu wasalam me qenë të vendosur, me ndjekë rrugën e vërtet. Në rast se njerëzit bëjnë mirë, bëni edhe ju mirë. Mirë po në rast se njerëzit bëjnë keq, heci në rrugën e gabune, ju mos i bëni mëkat Allahut te bareke ve taala. O vllazë nderun e xhamat shumë të respektuar. Në këtë kohë që jemi, shumë njerëz kanë filluar përgatitjet për festat e fundvitit. Shumë njerëz festojnë, shumë njerëz imitojnë pa e ditë damin e imitimit. Shumë njerëz e bëjnë një mëkat, hecin pas një rruge, pas një turme, pa u mendu se a është i kënaqur Allahu xhele xhelaluhu te apo jo. Ndërsa ne si besimtar, kur këshillojmë, kur porosisim njëri tjetrin, kur ndalemi dhe me familjarët tanë i japim këshilla, porosi, neve na u drejtohet gishti. Flasin për neve, na kritikojnë neve, na akuzojnë neve. Mirë, por ne e pasojmë atë që na ka porosit Allahu dhe i dashuri jon sallallahu alaihi wasallam. Ne nuk bazohemi në shumicën e njerëzve që shkojnë drejt një rrugë. Sepse dikush mendon se kur shesh shumë njerëz në një rrugë, ajo rrugë na çon drejt Allahu xhela xhelalu, ajo rrugë na çon drejt shpëtimit. Mirë po, nëse është një shumicë, po që nuk është në rrugën e drejtë, dhe ne shkojmë verbërisht duke imituar ata na çojnë drejt shkatërimit, drejt përfundimit që është zjarmi i xhehenemit. Allah i na ruaj. Allahu xhela xhelaluhu në suratul An'am ajetin 116 thot: nëse i bindesh shumicës atyre që janë në tokë, do të largojnë nga rruga e Allahu xhela xhelalu. Pra është e qartë, shumica atyre që janë në tokë, po ti i pason, ata kanë më të largu, kanë më të lajthit nga rruga e vërtetë. Mirë po, Ibn Kathirin në komentin e këtij ajeti ka thënë, nuk është fjala për çdo shumicë. Se dikush mund ta keq kuptoj këtë ajet, se ka shumicë në dunjat që janë në rrugën e Allahut dhe pejgamberit alayhi salatu wasalam, në rrugën e hakut. E në rast se ne i pasojmë, ne nuk devijojmë. Po Ibn Kathiri ka thënë,
ajo shumicë e cila nuk udhhiqet nga shpallja Allahu xhele xhelalu. Ata hecin drejt kësaj rruge me hamendje. Kështu ja u merr mendja se është rrugë e drejtë. Ata shkojnë pas kësaj turme, pas kësaj shumice, për shkak epshit, dëshirës së tyre. Këta shkojnë drejt kësaj rruge pas kësaj shumice, sepse zakoni, kështu kanë bërë parët tonë, kështu kanë bërë baballarët tonë, edhe ne po hecim drejt kësaj rruge. Mirë po besimtari dhe besimtarja, atë që e kërkon në çdo namaz, në suratul Fatiha thot: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina as-siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta 'alayhim, ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. I kërkojmë Allahu xhele xhelalu më na udhëzon në rrugën e drejtë. Cilën rrugë? Në rrugën aty që Allahu ju ka dhënë të mira, nimete, e jo në rrugën aty që Allahu i ka mallkuar dhe është hidhur te. Dietarët e kanë nxjerrë një rregull nga ky ajet. Thot imitimi, pasimi pa dije është i ndalun. Është i ndalun me shku pas një turme pa argumente, pa dije. Ndoshta shkon deri në fund, edhe në fund e kupton se aty është humnera, aty është devijimi, aty është e keqja, aty është hidhrimi i Allahut te bareke ve taala. Andaj vllazë nderun, kemi obligim ti dhe unë, gjithë secili prej nesh, me i këshillu njerëzit, mi porosit me ato fjalët më të mira, sepse fundit këto janë fjalë të Allahut dhe porosit pejgamberit alayhi salatu wassalam, që njerëzit me i nxjerr nga e keqja dhe me uzu në rrugën e drejtë. Ditëve të fundit, prej kur kanë fillu përgatitjet për festat e fundvitit, shumë prej njerëzve me i pyet: pse përgatitesh, pse gjithë ky shpenzim, pse ky imitim, nuk din më tregu. Po janë festat e fundvitit. O vllazë nderun, kur në të kaluarën kemi debatu ose kemi këshillu, është mbyll ndoshta debati shumë shpejt, po krejt dynjaja po feston. Mirë po e vërteta është kjo. Informat që na e dim, mos na hamen dikush, mos na mashtron dikush, se ma në këtë kohë nuk mundesh me mashtru askën, sepse ka argumente të qarta. Ka dashur i madh i Zotit Xhelal me shpërnda dritën e tij kudo në dynjat. Me 24 dhe 25 dhjetor festojnë të krishterët, katolikët dhe protestantët, ndërsa ortodoksët me 6 edhe 7 janar. Prej para nëntorit e krejt muaj dhjetor përgatitjet që bëhen në për lokale, në për shtëpi, në për vende sheshe të ndryshme, për çka? Përgatitem për festat pagane, festat të cilat nuk janë as islame, as krishtere, janë pagane. E pra a i takon një muslimani apo një muslimane me pasu një rrugë e cila është pagane. E hidhran Allahun xhele xhelalu. Por kur ti don me u largu prej kësaj rruge pagane, kur ti don me u largu prej kësaj tradite e cila nuk ka të bëjë me realitetin asgjë, e kuptoj se ka edhe fjalë kundër teje, kanë me fol njerëzit, po ti pse krejt dynjaja kështu po bajnë, ne i thamë se jo krejt dynjaja nuk bajnë kështu, ti një çështje duhesh me e pas me vete. Dhe kjo është përgëzimi i kësaj dite të madhe, dite xhuma. Sa herë që e bën një vepër dhe atë vepër ti do me u largu, ta zëm një haram, e le për hir të Allahut. Ani pse njerëzit flasin për ty, ani pse njerëzit ndoshta turrejnë ty, ka me arë momenti që me që Allahu xhele xhelalu është i kënaqur me atë vepër që ti për hir ti e ke la, edhe ata që turrejnë kanë më dashur. Përmbaje mend, nëse e bën një veprim, mos ja prishi qefin djalit, mos ja prishi qefin mishteris, mos ja prishi qefin në rrethin ku jetoj e kështu me radhë, jetu e hidhëru Allahun xhele xhelalu. E kur hidhërohet Allahu, edhe ata që
për momentin dojnë, ka me arë një moment e kanë më dhurejt. Ndëgjoje që ka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kush kërkon kënaqësinë e Allahut, duke i zemru njerëzit, Allahu do t'jetë i kënaqur me te dhe do t'i bëj njerëzit kënaqur me te. Pra jetu e bon një vepër për më kon i kënaqur Allahu. Po njerëzit nuk janë të kënaqur, Allahu kur është i kënaqur me ty, edhe ata që të urrejnë një ditë ka me bë më dashtë. Ndërsa thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, e kush kërkon kënaqësinë e njerëzve, duke e zemru Allahun xhela xhelalu, Allahu do të zemrohen te dhe do t'i bëj njerëzit ta urrejnë atë. Subhanallah. Shumë njerëz në kaluarën, jo shumë larg, kur kemi fillu me namazin, djemë të ri, vajzat e reja, kur fillun me vendos shamin, sa kritika, sa akuza, sa djemë të ri dhe vajzat e reja janë largu nga rrethi, nga shoqëria, nga familja, pse ta po e kryjnë një emanet, po e bëjnë një vepër me kënaqë Allahun xhela xhelalu. Ku janë ata sot? Allahu ja ka kthy krenarin. Baba nuk e ka dash vajzën me shami, baba dhe nana nuk e kanë dash djalin me namaz, rrethi është dashur, nuk e kanë dash se këta janë të rrezikshëm. Mirë po që sot ku jemi? Ata që na kanë urrejt, po na dojnë. Mirë po ku kanë mbet ata që gjunahet i kanë bërë për mi kënaq njerëzit e me hidhru Allahun xhela xhelaluhu. Sot edhe Allahu është hidhru në te, mirë po edhe ata që i kanë dasht, sot pi urrejt. Që kjo është ligji i Zotit. Kjo është premtimi i Allahut dhe i të dashit tonë sallallahu alaihi wasallam. Pra me bën një vepër për me kënaqë Allahun xhela xhelaluhu, Allahu kënaqet me ne, mirë po edhe njerëzit kanë më na dasht. Mirë po nëse na e hidhrojmë krijuesin tonë Allahun xhela xhelaluhu, to i kënaq njerëzit, vallahi ka me ardhur një moment që edhe Allahu hidhrohet neve, mirë po edhe njerëzit kanë më na urrejt. Pra përgatitjet për festat e fundvitit, këto shpenzime, krejt që ka i ban, me ndohu një moment, thuj, a e hidhroj Allahun. Nëse e hidhroj Allahun, çka më duhet me i kënaq njerëzit? Nëse i kënaqi njerëzit e hidhroj Allahun, çka më duhet kjo kënaqësi? Duhet jemi të kujdesshëm. Dar Zoti Dhul Xhelal me na vedisu edhe më na kthy në rrugën e drejtë. Por në rast se na heshtim, në rast se ne themi, le të vazhdojmë, atëherë kena me dhënë përgjegjësi për Allahun te bareke ve teala.